Durrësi po përjeton një tjetër sezon me rritje të ndjeshme të numrit të turistëve. Vizitorë nga Polonia, Çekia, Gjermania apo edhe Franca kanë zgjedhur Brexitin shqiptar për pushimet e tyre, por shumica qëndrojnë brenda paketave all inclusive. Sipas përfaqësuesve të biznesit, turistët që zgjedhin këto paketa konsumojnë pak në restorante dhe biznese lokale, duke ulur ndikimin ekonomik të fluksit turistik. Pjesa më e madhe e turistëve kanë pjesën all inclusive, por edhe po të dalin jashtë fokusit all inclusive, nuk është se kanë ndonjë konsum, po e quajmë të madh, po një konsum mesatar. Dhe për këtë arsye, ndoshta edhe kjo mund të jetë që pjesa e konsumit nuk mund të ketë ndonjë rritje të përmasave 8 deri në 10%, dhe kjo do të mbetet vetëm në kuadrin e shtetërve. Përfaqësuesit e sektorit të turizmit thonë se më të prekurit nga modeli aktual janë restorantet dhe bizneset e vogla, të cilat shohin rritje të numrit të turistëve, por jo të klientëve. Turistët kur vinë me buxhete të limituara, pra ata që kur kanë ardhur kanë paguar paketën e tyre all inclusive, të cilat kanë përfshirë të gjitha vaktet, mëngjesin, drekën, darkën. Shpenzimet që ato bëjnë janë ekskursionet e ndryshme, që mund të jenë në qytetet Berat, Kruj, Valbon. Pra, këto janë, po themi, pagesat ekstra që to bëjnë për jashtë buxhetit tyre. Sipas ekspertëve të sektorit, Durrësi është aktualisht një destinacion i përshtatshëm për turizmin familjar dhe masiv, ndërsa zhvillimi i turizmit elitar kërkon investime dhe oferta më të avancuara jashtë strukturave akomoduese. Përfaqësuesit e industrisë vlerësojnë se do të nevojiten më shumë se 10 vite për të krijuar kushtet që Durrësi të tërheqë turist elitar dhe të konkurojë me destinacione të ngjashme në rajon. Megjithse numri i turistëve vijon të rritet nga viti në vit, sfida kryesore për bizneset vendase mbetet transformimi i këtij fluksi në të ardhura konkrete për ekonominë lokale. Durrësi vazhdon të mbetet një destinacion i turizmit masiv, ndërsa rruga drejt turizmit elitar mbetet ende e gjatë.